Mori si e shikon këtë paqe fiskale që dekretoi dhe presidenti pa i bërë asnjë lloj kundërshtie? Dhe shikoj si një legalizim të korrupsionit dhe të krimit organizuar, legalizim të aseteve që ka vënë narkotrafiku në Shqipëri. Është një fshehje e gjurme të atyre tenderave sekret, PPP-ve, koncesioneve që janë bërë nga 2013 e këtej. Sepse po e shikojmë edhe tek fakti që po bën sisteme të reja për stilerizimin kur koncesioni ishte i korruptuar, sepse kemi ministrin e shëndetësisë. Sot lexova që do të shtetëzohet do të shtetëzohej, por me çmime privati, pra aty ka një kontradikt edhe në këtë shtetëzimin, por më lejo të them që këtu ka një sjellje kontradiktore, sepse çfaj apo pse qytetari i ndershëm që punon dhe ngren qepenin në mëngjes merret për hundësh, trajtohet si budalla, që paguan të gjitha detyrimet, të gjitha faturat, dhe ti legalizon, fshin gjoba, fshin kanmanvonesa, pra ti normalizon sjelljen Po si ka mundësi, si ka shpëtuar tatim pagues të mëdhej pa paguar detyrimet, kur ne dim që një biznes të vogël, një ditë bashkia, një ditë të mos paguaj tatimet, qoftë edhe sigurimet, edhe përqindarka, të siguroj dhe përqindarka, i mbyllin direkt, i mbyllin numrin e llogarisë, po jo, i mbyllin dhe të gjithë veprimtarinë në bashki. Ajo që duan të kuptoj edhe përqindarka, jo për thjesht detyrimin. Ajo që duhet kuptoj dhe që do të interesohem dhe mendoj që mund të gjende diçka, është që cilat janë këta që do amnistohen. Një listë gjatë, sepse neve na mungon transparencë, na mungon transparencë në shumë çështje të mëdha publike. Për shembull, edhe te vjedhja e fondeve të Impardit, vetëm investigimi gazetareske kanë nxjerrë disa emra, pra kanë nxjerrë faktin që me fondet e fermerëve janë bërë vila në Palas, që është bërë një serë mbi inceneratorin. Pra 300.000 euro këtu, 1 milion euro atje, ish kryebashkiaku PS-s, motra e deputetit PS-s, pra vllai i deputetit të PS-s ka marrë fonde, kanë marrë dhe catë PD-s, deputet apo një njerëz të tyre, po s'ka asnjë rëndësi. Ne duam të shikojmë emrat e atyre që kanë përfituar. Dhe ajo raporti Olafi duhet bërë publike, dhe mos ta marrin në sirtar edhe deputetët, edhe presidenti, edhe Spaku ta bëjnë publike. Dhe emrat e Duranës, sepse edhe te Durana ka selektivitet. Dalin vetëm disa emra përfituesve, që është kjo gjëja imagjinare, është një offshore brenda shtetit. Është një skandal. Është një skandal që kompani regjistrohen në ajër dhe përfitojnë zero taksa. Mos ishte një si motor i shtetit Bektashi kjo? Është një formë tjetër e shtetit Bektashi i bërë shtetit brenda shtetit. Dhe kjo është një gjë skandaloze që kjo qeveri bërë. Pra, ne kemi disa raste ku mungon realisht lista atyre që përfitojnë sepse janë nxitësit kryesor të këtyre aferave, rrufjalliqeve që bëhen me firmën e deputetëve, me firmën e kryeministrit, me firmën e zyrtarëve të shtetit. Ne duhet të dimë këto, sepse përpara se të na dalin si burrat mirë në publik, të na bëjnë bamirësi apo të na bëjnë gjëra të tjera, kërcime nëpër Tiranë, ne duhet të dimë kush janë dhe se si kanë bërë këto paratë. Dhe kjo mua më shqetëson shumë, sepse edhe lidhja e narkotrafikut nuk thuhet këtu, por lidhja e narkotrafikut është që këtu narkotrafiku i blen pallatet qysh në grop. I blen qysh në grop, ja blen ndërtuesve dhe përmes agjencive të real estate-it që kanë mbirë në gjithë Tiranën dhe askush nuk i kontrollon, blen 4 pallatesh nga 16 milion euro, nga 12 milion euro, bën transferta nga NNB, pra nga kompania ndërkombëtare tek FIA, tek BIA në Shqipëri, blen katët e para, blen gjithë pallatin dhe pastaj vjen kryeministri, vjen Partia Socialiste dhe i legalizon këto transferta, siç do legalizohen transfertat për portin e Durrësit apo por asetet e tjera strategjike. Meqense përmendë çështjen e ndërtimit që në fillim, ka një shkrim të kolegut Klodian Tomori, i cili deri diku e zbulon edhe ku qëndron bishti i kësaj dardhe të paqes fiskale. Ai shkruan: një projekt ligji propozuar nga qeveria si pjesë e paketës fiskale krijon një shtek të madh për uljen e taksave të bizneseve që ndërtojnë kulla apo rezorte me vila. I pagzuar me emrin marrëveshja e paqes fiskale, drafti ndryshon
formulën e tatimit mbi fitimin bazuar në një marrëveshje mes biznesit me administratën tatimore. Më konkretisht, bizneset të cilat para deklarojnë në tatime se vitin pasardhës do të kenë një fitim mbi 18% më të lartë se fitimi i vitit ekzistues, kanë të drejtë të hyjnë në marrëveshje me tatimet dhe ndaj tyre do të zbatohet një normë tatimi me 2 fasha, për fitimin ekzistues dhe shtesën 18%. Shkalla e tatim fitimi do të jetë 15%, sa është për të gjitha bizneset, por për çdo qindark fitimi mbi shtesën 18%, atëherë tatimi mbi fitimin ulet në 5%. Dori, ja ku qëndron? Legalizimi pastrimit parave. Ku pastrohen paratë në Shqipëri? Në ndërtim. Ndërtuesit mund të rideklarojnë, të nxjerrin bilancet, po themi të vërteta, të nxjerrin paratë që deri dje kanë blerë si lavdrime nga njerëz që kanë para korupcioni ose para droge.